Përshëndetje dashur shikues, mirë se vini në Agora News. Do të flasim mbi raportet e Edi Ramës me Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe për të diskutuar një çështje të tillë ne kemi të ftuar pedagogun e shkencave politike në Universitetin Cooney në New York të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, zotin Grid Roy, të cilin ju mund ta ndiqni në podcastin e tij me të njëjtin emër. Zoti Roy, përshëndetje. Përshëndetje. Zoti Roy, çfarë po ndodh me Edi Ramën dhe cili është halli i tij i madh në këtë kohë, teksa priti vajzën e Donald Trump në Shqipëri dhe ndërkohë nga ana tjetër nuk mori pjesë dot në Davos për të takuar presidentin amerikan Donald Trump, ndryshe nga sa ndodhi me Vjosa Osmanin, dhe ndërkohë ditën e djeshme ishte në Izrael ku mbajti dhe një fjalim në parlamentin izraelit. Shikoni, zakonisht kryeministri i një vendi të vogël, sidomos një vendi që ka nevojë për mbështetje ndërkombëtare për të çuar përpara agjendën e vet, duhet të përpiqet gjatë gjithë kohës për interesat e popullit dhe të shtetit cilin e përfaqëson. Kjo është njëra nga gjërat që duhet kishte bërë kryeministri jon, megjithatë, ai është më i shqetësuar për të përparuar marrëdhëniet e veta personale, si me njerëz afër presidencës Trump, siç është rasti i çiftit Kushner, ashtu edhe me vizitën në Izrael, në të cilën ai u përpoq të bëj pak tallava politike, por nuk bëri asnjë lloj kërkese, nuk mori asnjë lloj premtimi, as për çështje shqiptare, as për Shqipërinë, e aq më pak për kombin shqiptar, nuk përmendi fare Kosovën, nuk përmendi fare njohjen e Kosovës nga Izraeli ose mbështetjen e Izraelit për Kosovën e të tjerë. Kështu që përveç përfitimeve personale, përveç faktit që ai përpiqet të gjej aleat të cilët të mundet ti vendos si kundërpesh kundër asaj që po i vjen nga gjykata speciale apo SPAK-u, nuk shoh asnjë arsye tjetër pse kryeministri duhet sillen në këtë mënyrë. Duke bërë këtë, sidomos në këtë periudhë, unë thash pak edhe në episodin e fundit podcastit tim, kryeministri dhe të gjithë aktorët e tjerë të Parisit, Tiranës, janë duke luajtur kumar me fatet e Shqipërisë, me fatet e vendit, në një periudhë e cila është jashtëzakonisht fort e ngarkuar, në një periudhë shumë të ashpër politike ndërkombëtare, ku duhet pasur shumë kujdes, ku një kryetar shteti duhet me realizëm ta shikonte situatën në sy dhe të bënte çfarë do lloj përpjekje të mundshme për të shërbyer popullit vet. Por siç e kemi thënë dhe më parë këtu, Paria e Tiranës nuk i shërben popullit vet, i shërben vetëm vetes dhe interesave të saj hajnore dhe ruajtjes së sundimit të tyre kundrejt shqiptarëve. Kryeministri Edi Rama priti vajzën e Donald Trump, Ivanka Trump, në kuadër të investimit strategjik, siç dihet tashmë, për Sazanin, dhe një ditë më pas u shfaq krejt me mlef, me revolt dhe të eti shqetësuar në kuvend, teksa do duhet të ishte në forumin e Davosit. Si e keni parë këtë lëvizje, ose po themi këtë luhatje të kryeministrit Edi Rama, i cili teksa pret vajzën e Donald Trumpit do duhet të ishte i relaksuar sa i përket asaj që opozita pretendon shpeshherë që Edi Rama nuk i ka marrëdhënie të mirë me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Shikoni, unë nuk do t'i besoja shumë tamtameve të opozitës për sa i përket gjendjes emocionale dhe shpirtërore të kryeministrit. E megjithatë, ajo që mund të themi, në radh parë njerë do doja korrigjoja ju dhe gjithë kolegët tuaj të medias, jashtë quajturi investimi në Sazan nuk ka asgjë strategjike, përkundrazi është antistrategjik për Shqipërinë. Pra, për sa i përket faktit a është investim strategjik, unë e kuptoj që në Tiranë janë quajtur investime strategjike gjithçka që i jepet Çetit apo Samirit apo kujdo tjetër, por kjo nuk i bën këto investime strategjike. Këto janë thjesht një lloj mënyre e Parisë së Tiranës për të vjedhur popullin e vet, për
për t'i dhënë oligarkëve dhe njerëzve afër saj mundësinë për të bërë para me gjakun e shqiptarëve. Kjo çështja e Sazanit është një çështje që vetëm strategjike nuk është, sidomos po ta shohësh në kontekstin më të gjerë, ndërkohë që kryeministri fshehtasi dhe askush nuk flet për këtë, është duke kryer bisedime për kufirin detar me Greqinë, bisedime të cilat në kohën e Sali Berishës gjetën jehon shumë të madhe mediatike dhe me të drejtë, kurse sot nuk flet askush për to, me një ministër i cili është me një ministër të mbrojtjes i cili është edukuar në Greqi dhe zoti e di se çfarë lidhjesh tjera ka me shtetin grek, edhe me kryeministrin ton që i ka lidhje shumë të forta me shtetin grek dhe me antarët e lartë të qeverisë, pra të qeverisë greke. Pra, unë mendoj që s'ka asgjë strategjike, unë mendoj që a ishte nervoz apo jo, kryeministri nuk duhet marrë sipas ndodhive apo tregimeve apo prrallave të opozitës, duhet parë në kontekstin real, në kontekstin asaj që është një përplasje e madhe e tij me agjendën e Shtetit Bashkuar të Amerikës, e cila është një agjendë anti-trafiqeve, dhe duke qenë një agjendë anti-trafiqeve dhe duke qenë kryeministri shqiptar një nga kryesorët që mban në këmbë Sindikatën ndërkombëtare të krimit për sa i përket Shqipërisë, është një nga shërbëtorët e mëdhej të Sindikatës ndërkombëtare të krimit, atëherë nuk ka se si mos ishte i shqetësuar, qoftë edhe nëse fal copzat e Shqipërisë, sigurisht që në marrëdhëniet ndërkombëtare gjithkush i pranon dhuratat, po se sa është rikthimi i këtyre dhuratave, se sa merr mbrapsht prej këtyre dhuratave, ajo mbetet për tu përftuar. Pikërisht duke mbetur te pjesa e Sazanit, a mendoni se po e përdor ishullin e Sazanit si formë shkëmbimi për të rikuperuar raportet e tij me Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe në këtë rast a ecën administrata Donald Trump me të tilla lëvizje që fal një cop tok në mënyrë që të kesh akses në Washington? Shikoni, në marrëdhëniet ndërkombëtare, marrëdhëniet bazohen sipas fuqive, sipas fuqisë së secilit shtet. Ne jemi shtet i vogël dhe nuk e kemi fuqinë për të kundërvënë asnjëras prej fuqive të mëdha e aq më pak fuqive të mesme, por sigurisht që edhe ne kemi në dorë mjetet, do të kishim pasur në dorë, do thoja, mjetet tona si një shtet i cili ka disa asete strategjike. Në këtë pikpamje, në këtë këndvështrim, një qeveri normale, një qeveri që i shërben popullit vet, do t'i kishte përdorur gjitha këto asete për të marrë një marrëveshje sa më të favorshme, apo për të pasur mbrojtje sa më të madhe prej fuqive të mëdha dhe fuqive të mesme, apo prej aleancave të ndryshme e të tjera e të tjera. Mënyra se si i përdor paria e Tiranës, dhe këtu duhet të thënë nuk është i vetmi Edi Rama, edhe para tij të gjithë i kanë përdorur këto lloj marrëveshjesh thjesht për të ruajtur menderen e tyre, për të ruajtur pushtetin e tyre. Është sikur ta kenë Shqipërinë një çiflik. Sazanin Edi Ramës nuk ja ka lënë as gjyshi dhe as tërgjyshi. Nuk është i tij, nuk ka qenë kurrë i tij, nuk kanë dorë ai që të bëj pazare, sepse atëherë në qoftë se bën pazare me Sazanin, do t'i përngjiste shumë një historie që tregon partia e tij për ish-mbretin Zog, të cilin e kanë konsideruar tradhtar dhe shitës të territorit për një marrëveshje shumë të ngjashme që ka bërë me Jugosllavinë, pra e atëhershme. Pra, duhet pasur shumë kujdes kur e cilësojmë këtë si një marrëveshje strategjike, sepse nuk ka asgjë strategjike në të, është thjesht përdorim i një burimi kombëtar, një burimi shtetëror për interesa thjesht personale dhe trajtimi i Shqipërisë si çiflik. Mirë, po kjo nuk duhet në habis, kështu e ka trajtuar dhe Sali Berisha, me qira fjala, e ashtu quajtur opozit nuk piptin për këtë mënyrë të trajtimit të pasurive kombëtare. Njerëzit duhet ta kuptojnë që edhe opozita në të njëjtën mënyrë mendon si kryeministri, por opozita kërkon që t'i zërvendin. Pra lufta midis tyre nuk bëhet
për të mirën e shqiptarëve, po bëhet se kush e ka vendin për të vjedhur shqiptarët më kollaj dhe për të përdorur burimet kombëtare dhe burimet shtetërore për arsye personale. Si mendoni, pse Edi Rama nuk ishte i pranishëm në forumin e Davosit për të nënshkruar deklaratën mbi antarësimin në bordin e paqes, ku ai do të donte, besoj, qoftë një shtrëngim duarsh apo dhe i foto me Donald Trump në mënyrë që ta shiste atë në politikën shqiptare dhe për ta përdorur dhe si kartë politike? Sepse jemi në një periudhë ku marrëdhëniet ndërkombëtare nuk lejojnë më diktatorutës ballkanik ose diktatorutës të vendeve të vogla, të cilët nuk e duan popullin e tyre, të shfrytëzojnë një mbledhje ndërkombëtare për interesa personale. Pra atë nuk e lejuan që ta shfrytëzojë këtë herë, dhe është më se e qartë që ka disa probleme agenda e kryeministit Rama për sa i përket drejtësisë, për sa i përket lidhjes me grupet kriminale, për sa i përket shërbimit që ai bën sindikatës ndërkombëtare të krimit. Megjithatë, le të mos harrojmë që në këtë pikë paria e Tiranës janë të gjithë bashkë. Rënja e Edi Ramës do të shkatërronte çfarëdo lloj mundësie, rënja reale e tij flasim, jo rënja sa për syefaqe dhe jo zëvendësimi i tij me një tjetër oligark ose me një tjetër baba të Parisë së Tiranës. Nuk ka ndryshim midis tyre dhe paria ndërkohë është e interesuar që ta mbaj popullin me fjalë, ta mbaj popullin me thashetheme politike, ndaj dhe përdorin gjitha mjetet e propagandës, por asnjëra palë e Parisë së Tiranës nuk do që të rrezohet Edi Rama. Dua ta them me vendosmëri të plot. Sali Berisha nuk e kërkon rrëzimin e Edi Ramës. Ilir Meta nuk e kërkon rrëzimin e Edi Ramës. Ata e përdorin Edi Ramën si një target ose si një objektiv për të sulmuar, për të mbajtur militantët e tyre rreth vetes dhe për të përdorur militantët si mish për top. Por kaq, askush nuk do që të rrëzohet Edi Rama, sepse po ta shihni në historinë e Parisë së Tiranës, askush nuk del nga politika pa marrë një shumë të majme, askush nuk del nga politika shqiptare pa qenë super miliarder dhe pa i gëzuar parat e veta. Kështu që as këta nuk e kanë këtë qëllim. Është e qartë që nuk mund t'i besohet, sigurisht që jo këtij kryeministri, por as atyre pretendentëve që dalin dhe hedhin bomba Molotov ndaj një dere të blinduar, të cilën e din që nuk mund ta djegin dot sepse është me material të tillë. Po, a ka nga ana tjetër një qasje të Shteteve të Bashkuara të Amerikës kundrejt Edi Ramës që i kanë bllokuar çdo mundësi kontakti me administratën e Donald Trump, teksa dhe ky i fundit në Davos tha se janë disa lider që nuk i duroj dot, të cilët nuk janë dhe të pranishëm. Tani pa dashur ta ludojmë se ka pasur për Edi Ramën, po në këtë rast, a ka i qasje të vet Trumpit në këndvështrimin tuaj që lider të tillë si rasti i Edi Ramës janë të papranueshëm për vetë Shtetet e Bashkuara të Amerikës? Kjo është një teknikë që e përdor paria e Tiranës, e cila mbjell në opinionin publik, në mjedisin publik shqiptar, idenë se gjithë ditën e ditës, të gjithë udhëheqësit botror, duke filluar tek presidenti amerikan Trump, kanë në mendje se çfarë ka bërë sot Edi Rama, Sali Berisha, Ilir Meta, madje edhe Erion Velia. Për të mos harruar gjumashin e madh Lulzim Basha. Problemi është se nuk merret një shtet i madh me një diktatorutës ballkanik i cili është në rastin më të mirë për të një gjem në këmbën e fuqive të mëdha. Nuk merren sepse nuk ka arsye për të marrë me të. Merren me të vetëm për t'i penguar përdorimin e shtetit të madh. Merren me të vetëm atëherë kur ai bëhet pengesë për agjendën e gjerë të Shtetit Bashkuar të Amerikës apo të kujdo lloj vendi tjetër. Le të mos harrojmë që vizita në Izrael erdhi pasi kryeministri Rama foli për një lidhje me Kinën. Pra, është duke kërkuar ku të kapet diku në ambientin ndërkombëtar zoti Rama
duke e ditur boll mirë se budolla nuk është. As ai, as Sali Berisha, as Ilir Meta nuk janë budallej, e kuptojnë shumë mirë ku është gjendja. Pra njëri i bie këmbanave të Kinës, tjetri i bie këmbanave të mosbindjes civile dhe të revoltave popullore dhe djegjes së vendit për hir të Paris, dhe i treti i bie këmbanave që do shkojmë në Moskë sepse atje ka më shumë të drejta se sa në Tiranë e të tjera e të tjera. Pra këta luajnë një lojë të koordinuar për të shpëtuar sundimin e tyre mbi shqiptarët. Nuk merret gjithë ditën e ditës administrata amerikane me ne, ka halle të tjera më të mëdha, jemi në prag një lufte në lindjen e mesme, kemi luftën në Evropë, në Ukrainë, kemi zhvillime jo të pakta nga lindja e largët nga Pekini, pra kemi tension jashtëzakonisht shumë të madh në të gjitha anët e botës ku luhet loja serioze. Dhe një gjë tjetër të fundit. Politikanët shqiptarë do të vazhdojnë të i thonë shqiptarëve se dhe vazhdojnë e bëjnë me paturpsinë më të madhe, disa prej tyre janë ignorant, aq din të shkretet, kështu që edhe nuk mund të mbahen përgjegjes. Por flasin për marrëdhënie ndërkombëtare, për internacionalizmin proletar, për bashkimin evropian, për gjitha këto lloj organizatash të cilat në këtë periudhë, në këtë pikë të marrëdhënieve ndërkombëtare nuk kanë as dhe një lloj rëndësie. Pra, i ftuar apo jo në bordin e paqes nuk ka asnjë lloj rëndësie. Këtë nuk e thot dot opozita, sepse opozita do që t'i lëpihet edhe ajo administratës, por administrata Trump e ka futur Shqipërinë në atë bord thjesht që Shqipëria të ngrej dorën dhe të thotë po. Dhe asnjëri prej tyre nuk ka as fuqinë më të vogël, mundësinë më të vogël që të thotë as ndoshta jo më joj, që nuk thonë dot jo. Kështu që pra është një përdorim që i bëhet shteteve të vogla, normal nga njëra anë, por tani marrëdhëniet ndërkombëtare janë bazuara thelbësisht në interesat përkatëse, pra askush nuk sheh më në dritë syrit askënd. Pra këto për pjesëmarrje në mbledhjet ndërkombëtare është një gjë qesharake që nuk i vlen më kujt gjë. A mendoni se Edi Rama po kërkon të zhvillojë një vizitë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe po përdor gjitha mjetet duke nisur që nga pritja që i bëri vajzës së presidentit amerikan Donald Trump dhe më pas që tha në kuvend nuk isha në Davos se do duhej të prisja vajzën e Trumpit, por do të jem më pas në Shtëpinë e Bardhë për të firmosur po themi deklaratën e antarësimit në bordin e paqes. A mund të ketë një moment që presidenti amerikan të pres vërtet në Shtëpinë e Bardhë Edi Ramën? Shikoni, unë mendoj se duhet të dalë një emision i ri, një Big Brother i ri, për të parë se kush ka paguar më shumë nga paratë e shqiptarëve në Washington për të takuar me dikë që mund t'i bëj ata të thonë që ja, Trumpi më do mua. 6 milion paguaj Sali Berisha, kush e di se sa para paguan Edi Rama në background që nuk kuptohet, që nuk dihet ende, po që do të dalin në një ditë, dhe Ilir Meta me një shpenzim të madh përpara se të hynte në burg që të shpëtoj kokën e tyre. Pra, nuk më habit fakti që këta mezi presin që t'i pres dikush. Problemi është që çfarë do të ofrojnë këta. Këta nuk kanë asgjë për të ofruar nga pikpamja shtetërore, nga pikpamja e interesave të shtetit të madh. Këta ofrojnë copa Shqipërie. Këta luajnë kumar me Shqipërinë time, Shqipërinë tënde, Shqipërinë e fëmijëve tan, Shqipërinë e fëmijëve të atyre që na dëgjojnë, të cilët duke dëgjuar lajmet e përditshme dhe përnatshme nëpër televizionet shqiptare dhe duke dëgjuar emisionet me opinione parie, se këto janë opinionet që dalin nëpër emisionet e darkës, mbeten të hutuar, nuk e kuptojnë se çfarë po ndodh. Ajo që po ndodh është pikërisht kjo. Këta kanë nxjerrë Shqipërinë në ankand për arsye personale. Këta thonë, sa më jep ti mua për këtë copë Shqipërie, vetëm të shpëtoj unë. Ndaj dhe asnjëri prej tyre nuk mundet të jetë më përfaqësues i shqiptarëve. As Edi Rama, që është një, siç e thash, një diktatoruc ballkanik, as Sali Berisha, që është një pretendent diktatoruc ballkanik, as Ilir Meta, që është në burg tashmë, e as kush tjetër brenda për brenda rrethit të kësaj parie nuk mund të bëjnë ndryshe. Nuk mund të veprojnë ndryshe. Këta janë ngjizur në këtë mënyrë, mendojnë në këtë mënyrë, nuk janë shërptor të popullit, por janë vjedhës dhe hajdut dhe përfitues të postit tyre. Kaq din të bëjnë këta dhe këtë do të bëjnë. Çdo gjë tjetër është vegim, çdo gjë tjetër është të ëndrrosh bëje o zot ëndër.
por nuk ndodh ashtu. Vetëm gomerët mund ta kalojnë jetën duke menduar bëj o zot ëndër. Populli shqiptar nuk është popull gomar, përkundrazi është një popull shumë i zgjuar. Ju thatë se Shtetet e Bashkuara dhe me të drejtë dhe vetë Donald Trump nuk mendon çdo ditë për Shqipërinë apo për liderët ballkanik, të cilët kanë një peshë shumë të vogël në arenën ndërkombëtare apo qoftë edhe rajonale. Por nga ana tjetër, Edi Rama ka një dosje siç është ajo e Charles McGonigal, ku dyshohet se ka korruptuar ish agentin e FBI-s. Në këtë rast, a ka një shqetësim nga ana e administratës Donald Trump kundrejt kësaj dosje, apo Edi Rama po përpiqet që ta mbyll çfarëdo lloj problemi që mund të ketë me Shtetet e Bashkuara të Amerikës? Shiko, e kemi diskutuar këtë pjesë, pra unë nuk do të ndalem gjatë këtu. Ato dosje nuk mbyllen thjesht sepse ka rënë heshtja mbi to. Në të njëjtën kohë, Shtetet e Bashkuara të Amerikës janë mësuar që të bashkëpunojnë me njerëz që kanë bërë gjëra edhe më të rënda se sa aq. Le të mos harrojmë që Gaddafi u prit në Washington 6 muaj përpara se të vinte fundi. Le të mos harrojmë që Sali Berisha është shpallur non grata jo tani në 2021, është shpallur non grata në 1997-ën. Atëherë ka filluar dosja e tij, ka qenë non grata, ka qenë anti-amerikan, i shënuar në libra dhe është pranuar për arsye praktike, për arsye të interesave të ngushta të momentit, të cilat shteti amerikan mundet t'i përballojë. Kjo nuk ka lidhje aq fort me ne, apo nuk ka lidhje shumë me mënyrën se si i qaset zoti Rama marrëdhënies me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Kjo është marrëdhënia që kanë të gjithë udhëheqësit e Parisë së Tiranës, një Pari e korruptuar, një Pari maskaresh, e cila mendon thjesht për të mbajtur pushtetin. Tani, thënë kjo, do t'i përgjigjem në një mënyrë tjetër pyetjes tuaj. Dosja McGonigal dhe gjithë dosjet e gjithë politikanëve shqiptarë në Washington e kudo tjetër sa. Dosjet ekzistojnë edhe në shtetet tjera, në shtetet evropiane. Zoti Rama ka ca dosje të rënda edhe në Evropë për cilat nuk flet askush. Por po ashtu edhe zoti Berisha të tjerë. Por problemi nuk është a ka dosje McGonigal e cila do ta rrëzojë Ramën. Problemi nuk është që a do të vinë amerikanët në Shqipëri dhe t'ia japin Partisë Demokratike sepse Trumpi e do Sali Berishën dhe po ngordh për Partinë Demokratike. Vetëm dikush i cili është i propaganduar nga fillimi deri në fund mund të mendojë kështu. Çdo kush tjetër me mend në kokë duhet mendojë që çfarë përfaqësojnë këta për mua si shqiptar, ose çfarë përfaqësojnë këta për Amerikën. Për të dyja palët këta përfaqësojnë hajna. Të gjithë e dinë që këta janë hajna. Dhe me hajnat mund të bëhet ndonjë marrëveshje, mund edhe të shpëtojë për ca kohë. Siç e thash, Gaddafi u prit në Washington me një grup prej 200 bodyguardesh femra me një çadër në një nga parqet e Washingtonit. Pra, me të gjithë ekscentrizmin e tij u prit, sepse ashtu ishin interesat. Mund të pritet edhe ndonjëri nga këta shqiptarët, mos u habisni. Nesër pas nesër u prit Samir Tahiri në Shtëpinë e Bardhë, mos harroni. Mendoni ju se nuk e dinin ata që me çfarë po merren në malësitë e Vlorës, Samir Tahiri dhe njerëzit e tij sigurisht që e dinin. Ishte një urdhër që vinte nga kryeministri, kanabizimi i Shqipërisë. Të gjithë e dinë. Por u prit sepse ashtu ishin interesat e momentit. Mundet që të jenë interesat e momentit që të pritet sërish njëri prej tyre, apo mund të jenë interesat e momentit që të rrëzohet ndonjëri prej tyre, që të rrëzohen të gjithë ta bashkë. Ajo që duhet na interesojë ne shqiptarëve është cila është më e mira për ne. Çfarë duhet bëj unë për vendin tim, jo çfarë do të bëjnë amerikanët për mua. Amerikanët kanë punën e tyre, do të vazhdojnë interesat e tyre dhe nuk e kanë fort për zemër një popull që rri pasiv dhe nuk merr në dorë fatet e vet. Amerikanët janë popull aktiv që kanë bërë disa revolucione, janë popull që kanë të drejtë në mbajtjes së armëve, janë popull që ngrehet, janë popull që nuk i pranon zakonisht çizmet dhe zgjedhjen e dikujt i cili ja imponon. Nëse shqiptarët do të duan që të kenë vërtet respekt në komunitetin ndërkombëtar, duhet të tregojnë që janë të aftë që të kuptojnë interesin e tyre, të veprojnë për interesin e tyre dhe të sakrifikojnë për popullin e vet. Pra, është një peshë që na mbetet ne shqiptarëve, nuk mund ta presim nga jashtë. Ideja se Shtetet e Bashkuara të Amerikës pranë thonjza mund të shpëtojnë Shqipërinë ka ardhur pra nga këta lloj liderësh të korruptuar, ka ardhur si pasojë po themi
të mos pasjes së një reagimi të gjerë popullor kundrejt asaj çfarë ndodh nga ana e qeverisë së kryeministit Edi Rama dhe mos besimit kundrejt opozitës. Dhe në këtë rast a ka një dorë të Shteteve të Bashkuara të Amerikës që, siç e kemi përmendur deri diku më parë, që përmes SPAK-ut të godas liderët e korruptuar, kryesisht ata që janë qeveri aktualisht, duke qenë se ka disa dosje të cilat kanë cënuar edhe interesat e aleatëve në këtë rast? Shiko, do ta pranoja vetëm pjesërisht premisën që dheti. Pra, për sa i përket asaj që çfarë ka ndodhur, pse nuk ngrehen shqiptarët, pse nuk ngrihen shqiptarët, është një diskutim disi më i gjatë dhe më i koklavitur. Mund të bëhet një argument i kundërt me tëndin që thuhet që shqiptarët nuk ngrihen sepse nuk shohin asnjë dritë në fund të tunelit. Dhe ende paria i mban me gënjeshtra, me propagandë, ende i mban me parat e vjedhura. Pra njerëzit kanë ende mjaftueshëm para në dyshek për të ndjerë mirë, për të bërë udhëtime jashtë shtetit, për të shkuar në masazhe, e për të nxjerrë të dashurën në restorant brenda apo jashtë Shqipërisë, e të tjera. Por kjo është një lloj qasje shumë drejtshkurtër në gjykimin tim, dhe do duhet që njerëzit, ata që vërtet e duan Shqipërinë, ta mendojnë thellë këtë punë, ta mendojnë pak më gjatë, sepse kemi ardhur në konturet e një lufte të tretë botërore, nga e cila nuk do të dalim dot kollaj nëse do të vazhdojmë në këtë rrugë. Tani për t'ju rikthyer asaj që thatë ju, që cili është roli i Shteteve Bashkuara të Amerikës. E kemi thënë sigurisht këtu që Shtetet Bashkuara të Amerikës kanë një objektiv të qartë që është ajo që është shpërbërja, mund ta themi shqip, e rrjeteve ndërkombëtare, sindikatës ndërkombëtare të krimit që kontrollon shtetin shqiptar. Kjo është e qartë. Mirë po. Ajo që unë duhet të evidentoj sot, ose jam përpjekur edhe në herë të tjera, është që Shtetet Bashkuara të Amerikës kanë interesat e tyre. Pra në qoftë se për interesat e tyre duhet të toleruar deri një farmase ky pocaqillëku që mbizotron në Tiranë, pocaqillëku i kumargjive me fatet e kombit vet, nuk e kanë aq problem për ta lënë në fuqi, për ta duruar këtë. Pse? Sepse Shteti Amerikan ka për detyrë të ndjekë interesat e Amerikës. Sigurisht që na don ne shqiptarëve të mirën, po kur ne nuk e duam veten aq fort, nuk ka pse na duan ata më shumë se sa duam ne veten. Këtë dua të evidentoj sot. Pra, të mos presim që me anë të SPAK-ut Amerika do eliminoj parinë dhe pastaj do dalë vetiu me frym peshku, një grup i ri i cili do sillet mirë pastaj. Nuk funksionon ashtu. Paria ka zënë të gjitha shtigjet. Paria kontrollon jo vetëm shtigjet aktuale, po paria është duke nxjerrë edhe të rinjt. Një pjesë e mirë atyre që dalin dhe protestojnë sot kundër qeverisë janë njerëz me lidhje të shumë fishta të Parisë. Pra paria ka lënë tokë të djegur në Tiranë për arsye sepse e din që në moment që del një alternativë reale, paria ka humbur lojën. Ndaj dhe ata nuk lejojnë të dalë një alternativë reale. E mbushin sistemin, e mbushin hapësirën me vegla të kontrolluara dhe të kontrollueshme. Për sa kohë që dikush është i kontrolluar dhe i kontrollueshëm, për sa kohë që dikush është i bleshëm, për sa kohë që dikush ka marrë një cop nga buka e helmatisur e paria është në rregull, sepse mund ta kontrollojë dhe mund t'ia nxjerrë nesër pas nesër, siç doli me nga këto partitë e reja që pastaj filluan të kacafyten me njëri tjetrin, e bën një lesheli, i cili i shërbeu jashtëzakonisht shumë Paris, sepse tani paria mund të thotë, po ja dhe këta të rit që deshët ju. Qa bën këta? Iq njësoj si ne bën, kështu që na besoni ne, se ne jemi ata që do ju kemi çuar përpara, ne do t'ju çojmë përpara. Pra, alternativa që na le paria është hajnia ose ikja. Kjo duhet të thyer. Pikërisht, dhe ky është mjedisi politik ku ndeshen qoftë të rit, qoftë dhe politikanët që ndoshta në vetdijen e tyre do duan të bëjnë diçka ndryshe, pra ato që mund numërohen me kokra ose lëvizje të reja. Dhe në këtë rast kur i gjithë vendi pra është kapur për gryke nga kjo lloj kaste politike, nga kjo lloj parie, a nuk e shikoni sistemin e drejtësisë si rrugën e vetme të zgjidhjes
së vetë Shqipërisë për të shkuar përpara, sepse në optikën time Shqipëria i ngjan Italisë së viteve 80 dhe vetëm drejtësia në atë vend ishte ajo që bëri punë. Apo në këtë rast shteti nuk po lufton mafjen dhe është vetë mafja. Unë nuk mendoj ashtu, unë mendoj që rreth parë krahasimi me Italinë e viteve 80 nuk qëndron për shumë arsye. Do na duhet një emision i plot për të folur për historinë politike të Italisë dhe për analizuar se pse Italia viteve 80 nuk është Shqipëria e sotme. Unë do thoya që Shqipëria e sotme i përngjan shumë Shqipërisë së viteve 1913, me klane dhe grupe të cilat e shohin shtetin si lop për ta mjel, ndërkohë që përreth tyre po digjet gjithçka. Për ta thënë me një shprehje thelbësisht shqiptare, është një gjë që i atribuohet katundarit shqiptar, po nuk është fort e vërtetë, sepse ata që janë pjesëtar të Paris Tiranës e mbajnë veten për qytetar të mëdhenj, kështu që ja lënë në derë katundarëve të shkret këtë punë, po kjo është një mendësi e përgjithshme. Kjo mendësi quhet zjarri larg menderes time. Kur zjarri është një qytet tjetër jashtë qytetit tim. Kur zjarri vjen qytet, është thot larg shtëpisë time. Kur i vjen te komshiu ose te gardhi i vet, thot të paktën unë jam gjallë. Le të digjet gjithçka tjetër, sepse i marr qypat me Floridë dhe dal prej këtu. Pra, kjo është mendësia që e përshkon parinë e Tiranës dhe kjo është mendësia që mbjell paria e Tiranës. Kjo është normalja, thot paria e Tiranës. Kështu duhet sillemi. Nuk kemi pse të shqetësohemi për kombin, nuk kemi pse të shqetësohemi për të ardhmen. Kështu sillen të gjithë, jetoni, vidhni, hani, pini, bëni edhe ndonjë gjë tjetër mbi atë, sepse jeta një është dhe do t'ju ikë jeta dhe kuptimi i jetës është dëfrimi. Kuptimi i jetës është që të ndjesh mirë, që të jesh pasanik, që të marrësh para e të tjera e të tjera. Kjo lloj mënyre e të konceptuarit të shtetbërjes, kjo lloj mënyre e konceptuarit të krijimit të marrëdhënieve midis popullit dhe shtetit, ka çuar në atë që shteti tani më është armiku. Duke e parë shtetin si armik, nuk e njeh si tëndin dhe kombi shpërbëhet në këtë lloj mënyre. Pra kjo është një rrugë që ata e dinë, e njohin, nuk janë budallë paria e Tiranës, janë njerëz jashtëzakonisht shumë të ditur dhe shumë të zgjuar dhe njerëz të cilët e dinë fare mirë se ç'po bëjnë, marrin çanta parash nga shumë vende të ndryshme armike të Shqipërisë, marrin pagesat, për sa kohë që ata janë të paguar çdo gjë, janë të gatshëm të bëjnë çdo gjë. Pra, ky është problemi i shqiptarëve, nuk është që do të na vi Amerika me drejtësinë, do heqi këtë grup dhe do të vi një grup tjetër, sepse në fundit politika e një shteti përfaqëson njerëzit. Nuk është që do të gjejmë ne njerëz në Kinë, në Taiwan apo në Bangladesh. Pavarësisht se paria tani më ka filluar që të thotë që në Bangladesh dhe në Filipina si kemi njerëzit e mirë se vinë skllëvrit e ri. Shqipërinë duhet ta bëjnë shqiptarët, këta shqiptarë që jemi, me të mirat dhe me të këqijat tona, me vetit dhe me defektet që kemi, dhe këta janë njerëzit, dhe grupet e fuqisë këta janë, pra ne duhet të riorganizohemi brenda për brenda vetvetes, por duhet gjejmë forcën që brenda për brenda vetvetes të dënojmë hajnat që na kanë vjedhur dhe pasurinë kombëtare dhe të mos lejojmë të krijojmë një sistem i cili i shtrëngon njerëzit ndaj të vjedhurit të pasurisë publike. Nuk ka sistem që do të jetë perfekt. Sistemi i ri që do të vi, do të ketë dhe aty vjedhës, do të ketë dhe aty njerëz që do të përpiqen të bëjnë të njëjtat maskarallëqe që bën paria e Tiranës sot. Ama sistemi duhet me qenë i drejtuar që në momentin që kapet një person i tillë, çmimi të jetë jashtëzakonisht i madh. Çmimi të jetë jashtëzakonshëm. Dhe kjo është një mënyrë siç e kanë bërë shtetet si Singapori e të tjerë, të cilët kanë vendosur dënime maksimale, të cilët kanë vendosur profesionistë në krye të shtetit, të cilët kanë vendosur rregulla të forta, dhe shqiptarët nuk janë popull që nuk i njeh rregullat. Në fakt, në Perëndim jetojnë më shumë shqiptarë se sa në Shqipëri dhe janë shumë herë më të bindur ndaj ligjeve të vendeve përkatëse se sa janë shqiptarët në shtetin shqiptar. Kush e ka fajin për këtë? E ka fajin paria, që ka ndërtuar një shtet korruptiv, hajnor, i cili i ka futur kthjetrat në fyt popullit shqiptar dhe nuk është në shërbim popullit shqiptar. Në këtë rast, cila është zgjidhja konkrete? Duhet vi nga vetë shqiptarët apo
dhe nga ana tjetër nga sistemi i drejtësisë për të goditur pikërisht këtë pari. Dhe sa e ka forcën tani SPAK-u për të goditur qoftë Belinda Ballukun, ku më 28 janar do të mbahet dhe Këshilli i Mandateve dhe Imunitetit, dhe më pas qoftë dhe Edi Ramën. Shikoni, pyetja është me vend, sepse duhet parë se cila është shkëndia, ku duhet me qenë shkëndia. Unë mendoj që në gjykimin tim, thjesht personal, SPAK-u ka rolin e shkëndijës. Pra, nëse SPAK-u mbërrin që të evidentoj, siç ka evidentuar deri më sot, vjedhjen e tmerrshme që kanë bërë këta, dhe siç e kemi thënë më parë këtu, është vetëm maja e icebergut. Ka poshtë një shifër të lahtarshme vjedhjesh nga të gjithë këta, e cila nëse evidentohet, do t'ju tregoj shqiptarëve në fundit që megjithse një pjesë e tyre kanë jetuar mirë, kanë marrë rroga të mira në përborde etj, sasia e parave që ju është vjedhur atyre është e jashtëzakonshme. Pra, do të shohin shqiptarët me anë të proceseve që po zhvillon SPAK-u, që vjedhja është e lahtarshme. Në këtë pikë, pra ky është roli sipas meje i drejtësisë. Drejtësia duhet të tregojë njerëzve vjedhjet dhe duhet vendos ligjshmërinë në vend. Mirë po, në qoftë se nuk ka vullnet popullor për ta mbështetur këtë, në qoftë se dalin 100.000 vetë në rrugë me Sali Berishën për të djegur parlamentin, për të zëvendësuar Edi Ramën me Sali Berishën, atëherë SPAK-u nuk ka për të pasur më mundësi të veprojë, sepse këta janë mbledhur gjithë bashkë dhe mbajeni mend, do të nxjerrin një ligj në parlament së shpejti, pa shumë fjalë, për të dyzuar strukturat e SPAK-ut, për t'i vënë shkopit në rrota SPAK-ut, sepse e din që aty rrezikohet pushteti i tyre. Mirë po, një gjë të cilën ata nuk mund ta parandalojnë është humbja e besimit, e legitimitetit, cilën ata kanë humbur nga populli, dhe kjo është zgjidhja. Ju kërkoni zgjidhjen ne shqiptarët duhet ta shohim pasqyrë. Zgjidhja e ti, jam unë, janë të gjithë njerëzit brenda dhe jashtë Shqipërisë që duan që Shqipëria të ecë mirë, që duan që Shqipëria të ketë një sistem të mirë, dhe këta njerëz duhet të revoltohen, pikëspari, këta njerëz duhet të refuzojnë krimin dhe të keqen dhe të zezën që mbjell përdit paria e Tiranës, dhe nga këta njerëz pastaj do të dalin zgjidhje politike, se në fundit zgjidhja është detyrimisht politike, nuk ka zgjidhje të tjera. Sa më shumë kohë kalon, aq më e rëndë bëhet barra e atyre që do ta marrin në dorë Shqipërinë për ta shpëtuar. Sa më shumë kohë kalon, aq më shumë rriten mundësit që Edi Rama dhe Sali Berisha dhe Ilir Meta t'ja hedhin paqe dhe kësaj here dhe t'na dalin prap si kokoroqa dhe t'na sundojnë edhe një 50 vjeçar tjetër. Tani më jo vetëm ata, po bijtë e tyre, niprit të mbesat e të tjerë. Këtë duhet mendojnë shqiptarët sipas meje, dhe kjo është zgjidhja që duhet na mbi në kokë. Zgjidhja që për ne shqiptarët e shqiptarëve dhe pa rënë pre e propagandës së Parisë së Tiranës. Zoti Roj, si mendoni çfarë do të ndodhë më 28 janar, ku do të mblidhet Këshilli i Imuniteteve dhe Mandateve për të shqyrtuar kërkesën e SPAK-ut, i cili ka kërkuar heqjen e imunitetit për t'i hapur rrugë më pas arrestimit të Belinda Ballukut? Është një nga pikat kyçe të këtij procesi. Unë mendoj që aty ka një përplasje shumë të madhe midis ambasadës dhe interesave të qeverisë. Mbetet për të parë, nuk kam informacione të brendshme as nga gjykata kushtetuese dhe as nga ndonjë burim tjetër. Mbetet për të parë se si do të zhvillohet, por mund të themi analitikisht që nëse gjykata kushtetuese i jep të drejtë pozicioneve të Parisë së Tiranës, do të jetë fillimi i fundit për vegimin që drejtësinë do ta bëj SPAK-u, sepse ka filluar delegjitimimi i SPAK-ut në publik, kanë filluar tamtamet e Parisë së Tiranës për të thënë që Amerika nuk na don ne, na sundon e tjerë, nuk na kanë hequr të drejtat. Ka artikuj plot në përshtypjen shqiptar, ju i lexoni për ditë, ku flitet se sa është përsekutuar i Gjori Erion Velia nga prokurori Olsi Dado. Ka nga ana e opozitës
spaku quhet SCAP, pra kanë filluar këto gjëra, kanë filluar propozimet për t'i dalë kundër spakut, dhe gjithashtu mos harroj edhe një gjë tjetër, ai vendimi i gjykatës kushtetuese që mund të përgjohen telefonat vetëm për çështjen në cilën është marrë në ngarkim, pra çdo lloj afere tjetër e pisë, çdo lloj veprimi jo ligjor që gjendet në telefon duhet injorohet. Edhe kjo ishte një nga kundërpërgjigjet e Paris Tiranës. Pra, për ta thënë shkurt, se ndoshta u zgjata pak si shumë, me 28 janar do të kemi një nga përgjigjet e para nëse spaku është në pozita sipërore ndaj Paris Tiranës, apo paria ka filluar rinumërimin drejt zeros për të rikthyer si sunduese gjakpirëse popullit shqiptar. Në seancën që u mbajt në gjykatën kushtetuese, prokurori i spakut i bëri ditur argumentet e tij duke thënë se Belinda Balluku mund të prish provat, mund të intimidoj persona të caktuar, por edhe mund të largohet nga vendi. Në këtë rast, ju si e shikoni, a është Belinda Balluku, po themi, nyja gordiane që nëse spaku e pret këtë nyj, mund të shkojë edhe tek Edi Rama, apo qoftë edhe pa shkuar tek ai në aspektin politik mund të sjell rrëzimin e vet Edi Ramës? Unë nuk do t'i hyj argumentave ligjor, sepse duhen avokat, pra punë avokat që din procedurën penale dhe kuptojnë kushtetutën e Shqipërisë më mirë se sa dita argumentoj unë këtu. Ajo që do të them me bindje të plotë është që ky është një proces politik tani më. Vendimi i gjykatës kushtetuese do të jetë shprehje një vullneti politik. Vullneti i gjykatës do të jetë ose për të rikthyer ligjshmërinë, për të mbajtur përgjegjës përpara ligjit të gjithë, duke filluar nga më i larti, dhe ose do të jetë një rikthim në mishmashin e Paris së Tiranës. Pra, unë nuk mendoj që Balluku apo Ahmetaj apo dikush tjetër janë strumbullari. Unë mendoj që Edi Rama është strumbullari i korrupsionit. Këta janë të gjithë degëzime të tij, të cilët në disa raste e kanë lëshuar, në disa raste nuk e lëshojnë sepse kanë interesat përbashkëta. Kështu funksionon një grup kriminal. Pra, nuk do thoja që është kyçi Belinda Balluku. Belinda Balluku është një nga ushtarët e shumë të korrupsionit në Shqipëri, e cila edhe mund të sakrifikohet nesër. Rëndësi ka nëse sistemi që prodhon Belinda, Arben Armetaj, e shumë të tjerë, ky lloj sistemi ka një drejtues, ka një hierarki, dhe në krye të asaj hierarkie është Paria e Tiranës, është sigurisht në këtë rast kryeministri Rama, me shumë gjas ka pjesën e vet edhe një opozita e Shqipërisë, kështu që duhen hetuar të gjitha, nga i pari tek i fundit, duhen hetuar tenderat që janë dhënë opozitës, lejet e pallateve, kullat që ndërtohen në Tiranë, të gjitha duhen hetuar. Mirë po, kjo nuk mund të ndodhë nëse gjykata kushtetuese vendos shkopinën rrota, duke argumentuar për kushtetueshmërinë, për të drejtat, procesin, procedurat. Është një film që e kemi parë më parë. Zoti Roy, unë ju falenderoj për gjitha mendimet, argumentet dhe analizat këtu në Agora News. Faleminderit ju, kënaqësi. Të dashur shikues, bashkë dëshimin e intervista të tjera, por mos harroni të bëni subscribe në kanalin tonë në YouTube.